Ivan Balliu pati një përplasje me trajnerin e Rayo Vallecano Íñigo Pérez. Ky i fundit vendosi ta zëvendësonte pas 55 minutave lojë, ndërsa Rayo po humbiste me rezultatin 2-0 ndaj Lech Poznan. Pas 4 ndërrimeve erdhi dhe fitoria për ekipin spanjoll. Luis de la Fuente publikoi sot listën e Spanjës për ndeshjet e nëntorit. Një pyetje ju drejtua për rastin e Balliut me trajnerin dhe tekniku i Spanjës u tregua i prerë. Jam 100% në favor të trajnerit, gjithmonë jam 100% kundër mungesës së respektit. Për mua është e patolerueshme, u shpreh de la Fuente. Rayo Vallecano përball dje me Lech Poznan në kuadër të raundit të tretë të Ligës së Konferencës. Sfida u fitua nga skuadra spanjolle me rezultatin 3-2. Nga minuta e 55 u aktivizua Ivan Balliu, mbrojtësi kombëtares u zëvendësua në kuadër të 4 ndërrimeve që u kryen nga trajneri Íñigo Pérez. Pastaj pasoi dhe përmbysja e madhe nga rezultati 0-2 që regjistrohej në favor të miqve. Pas ndeshjes u fol për përplasjen në pankinë të Ivan Balliut me Íñigo Pérez. Ky i fundit u shfaq mjaft i tensionuar gjatë kësaj kohe dhe u nevojit ndërhyrja e lojtarëve të tjerë për të qetësuar situatën. Gjithçka duket se nisi në Spanjë pas disa fjalëve të shkëmbyera gjatë zëvendësimit. Më pas trajneri 37 vjeçar nuk doli as në konferencë pavarësisht fitores. Kështu u pa të largohej nga stadiumi drejt makinës së tij, ndërsa klubi e justifikoi duke thënë se nuk ndihej mirë. Balliu ndërkohë do të jetë pas kësaj jave në dispozicion të kombëtares. Silvinho e ka bërë pjesë të listës që kërkon të shkruajë historinë.